Besimtarët e besimit islam kanë dy festa, kanë dy bajrame. Në radhë parë e kanë festën e fitrit, fitr bajrami, e cili është festë, cila pason pas muajit të bekuar, pas përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit, muaj i cili ka sakrifica jashtëzakonisht të mëdha, dhe në përfundim të këtij muaji besimtarët muslimanët festojnë, kremtojnë, është kjo festa e fitrit. Quhet festë e fitrit sepse besimtarët musliman gjatë muajit të Ramazanit, në veçanti pas natës së Kadrit deri para faljes së namazit të Bajramit, japin sadakatul fitr familjeve në nevojë. Dhe sadakatul fitr pra si ushqim edhe për ta, si porosi e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pastrim, përlqimet, gabimet, filtrim i agjerimit, adhurimit që kemi bërë nga fjalët banale, mendimet e liga e kështu me radhë, por edhe si solidaritet me familjet tjera në nevojë. Gjithashtu quhet edhe Eidul Fitr, festa e fitrit, sepse pas përfundimit të Ramazanit besimtarët i kthehen natyrshmërisë së ushqimit, pra sikur më herët, programit të ushqimit më hershëm, prandaj edhe mund të thuhet se kthehet në natyrshmërinë e përditshme të ushqimit. Dhe gjithashtu kemi festën e dytë, festa e flijimit, Eidul Adha, apo festa e sakrificës, festa e kurbanit, bajrami i kurbanit, i cili na vije pas përfundimit të ditës së Arafatit, pas përfundimit të riteve të haxhit, dhe dita e nesërme, dita e 10 e muajit Dhul Hijja, për besimtarët muslimanët llogaritet ditë feste, ditë kremte. Festat në Islam fillojnë me adhurim, me lutje, me mirënjohje krijuesit gjithësisë. Fillon pra festa me faljen e namazit të Bajramit pas namazit të sabahut. Pra si shenjë mirënjohje për begatitë e panumërta të Allahut Madhërisëm ndaj gjithë neve. Gjithashtu pas përfundimit të namazit të Bajramit, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një lajmtar, një melek i informon besimtarët, muslimanët, për ata që gjenden në xhami ose edhe në vende tjera publike që falin namazin e Bajramit, i informon duke ju thënë, dëgjoni mirë, nga sot jeni të falur, pra Allahu xhaleshanu ka falur atë që keni vepruar deri më tani, nga të ligat, nga lëshimet, gabimet. Është ditë e kthehuni në familjet tuaja të gëzuar, të lumtur, sepse normal pas faljes se lëshimeve, gabimeve është një gëzim jashtëzakonisht i madh për besimtarët, dhe gjithashtu kjo ditë edhe te banorët e qiellit llogaritet ditë e shpërblimeve, pra edhe te krijesa tjera të padukshme për ne, edhe në qiell llogaritet ditë e shpërblimeve për sakrificat që kanë bërë besimtarët gjatë muajit të bekuar të Ramazanit me agjerim, me vepra të mira dhe me gjithçka, me lutje, adhurim e kështu me radhë. Nuk ka urim të veçantë me rastin e kësaj feste, por ajo që transmetohet nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam është taqabbal Allahu minna wa minkum, na pranoft Allahu neve dhe juve gjithë adhurimet, lutjet, veprimet e mira gjatë këtij muaji, ndërsa te ne edhe janë fjalët tjera ose urimet tjera, urime festa e fitrit, urime Bajrami, gëzuar Bajrami për shumë mote e kështu me radhë. Gjithashtu energjia që është fituar gjatë këtij muaji llogaritet na përcjell deri në Ramazanin tjetër vijus, pra nëse fillon të harxhohet pas 7-8-10 muaje, muajin e 11 paravarësisht vjen Ramazani tjetër dhe përsëri na mbush me energji pozitive, e cila njeriu në çdo kohë, në veçantë në këto rrethana të sotme, për cilat ka nevojë. Gjithashtu dy bajramet që janë festë kolektive të besimtarëve të besimit islam, na tregon pejgamberi sa se muslimani i ka dhe 5 festa tjera personale të tija, 5 bajrame. E para ditën, çdo ditë që e kalon pa mëkat në jetën e kësaj bote, atij llogaritet festë, kremt ose atë ditë ai e ka bajram, sepse të kalosh një ditë pa mëkat në jetën e kësaj bote është një sukses jashtëzakonisht të madh. Ditën që ndron jetë për cilët nga kjo botë me besim, me iman, me besim drejt, edhe atë ditë e ka kremt fest, sepse truhesh besimin e drejt, sot është jashtëzakonisht një veprim i veçantë. Ditën që
për cilët nga jeta e kësaj bopte, pra gjithashtu, ditën e kalimit të urës së Siratit, pas dhënies së llogarisë, sepse pasi tipet llogaria, duhet kalohet në urën e Siratit mbi xhenem deri te dyert e xhenetit. Atë ditë nëse arrin, pra ka sukses jashtëzakonisht të madh. E katërta, hapja e dyerve të xhenetit, kur hyn në xhenet, e ka një moment kremte, feste, bajramit veçantë për besimtarin muslimanin dhe muslimanen. Dhe e pesta, takimi me Allahun e Madhrishëm, që është një gëzim final, ajo të cilën e dëshirojmë gjithë ne besimtarët muslimanët. Na bëftë Allahu xhaleshanu nga këta, urime festa, urime fitër bajrami e gëzofshi për shumë mote.